Think positive, apo mendo pozitivisht. Është një fjalim I mbajtur në Shkup në Alexander Palace e organizuar nga GTZ. Në Shkup në 12 qershor 2009. Të nderuar, Sun and Stars është një ndërmarrje që merret me tregti të veshjeve, këpucëve, kozmetikës, bijuterisë, aksesorëve për ambistri, lojra, mobilje, të gjithë këto janë të ndara në 3 dyqane me hapësirë prej 1800 metre katror në Tetov dhe Shkup, me 41 të punësuar. Tema që unë shfletoj ka të bëjë me mendimin pozitiv. Think positive është afirmitet I ndërmarrjes sime. Nuk jam këtu të përfaqësoj femrën, sepse nuk më pëlqejnë grupimet feministe. Këtu jam të përfaqësoj njeriun. Prandaj dua të jap një mesazh, nuk ka rëndësi çka je mashkull apo femër, je kjo racë apo atë tjetra, je kjo fe apo tjetra, ti je vet universi. Ti je vet ai që vendos se ku dhe si do të qarkulloj jeta yte. Do të vësh ti rregulla ose do të jetosh me rregullat që do t'i vendosin të tjerët. Bota gjithnjë I bën vend njeriut I cili me aksionet e tij e din saktësisht se ku shkon. Shkrimtari I njohur amerikan nga libri Mendo dhe pasurohu, Napoleon Hill. Nëse në shpirtin tënd ekziston guximi dhe shpresa se një ditë ëndra yte do të bëhet reale, dije se ti vetë që ke realizuar ëndrën tënde. Këtë nuk e flas sepse e kam lexuar diku në librat e njerëzve të suksesshëm, po e flas sepse këtë e kam përvojë të punës dhe jetës sime. Kur kam vendosur të bëj diçka, edhe e kam bërë. Nuk ka ekzistuar asnjë lloj rrethana që do të mundte të më kthej pas. Për mua nuk ka nuk mundet, nuk ka kushte, nuk ka para, nuk të lejon shteti e afirmime negative të këtij lloji. Për mua nuk kanë ekzistuar. Sepse forca e vullnetit I ka tejkaluar të gjitha këto. Por kujdes, mos mendoni se gjithçka vjen rastësisht apo ajo ka patur fat. Jo, rasti dhe fati nuk ekzistojnë. Ekziston vetdia dhe ndërdia që ti mendon me vetdije, nëndia e realizon. Dhe tani ti mendo çka të duash, ti që e kuptove, je ai që ka arritur suksesin ose je në atë rrugë. Kurse Brian Tracy thot që të fitoni më shumë, ju duhet të mësoni më shumë. Për mua nuk ka arsye, sepse duhet të mos jesh I suksesshëm ose e suksesshme në jetë. Ata që gjejnë arsye për të arsyetuar mos suksesin e tyre, mund ta përkufizojnë atë në shumë emra. Veprime të cilat për mua nuk vlejnë dhe nuk mund të jenë të kapshme. Me rëndësi është që ju të dini se pse jeni aty ku jeni dhe të arrini atë që doni. Kur ta kuptoni dhe zbuloni forcën tuaj të brendshme, e cila te kalon çdo pengesë, ec edhe aty ku gjithmonë është e pamundur. Atëherë nuk ka situatë, person apo fuqi që juve mund të ju ndalë të arrini atë që doni. Ju duhet t'i vendosni vetes një qëllim dhe pika e fundit që ju duhet të shihni është qëllimi I materializuar. Bota lëviz aq shpejt këto disa që njeriu që thot nuk mund të bëhet, diçka ndërpritet nga ai që është duke e bërë të njëjtën. Albert Hubbard. Nuk duhet që caku kryesor të jetë vetëm materialja, paraja apo luksi, duhet të shikohet suksesi në shumë dimensionalen. Duhet të mos ju ik shpirtërorja, mos të ju vras shpirtin paraja, po paraja duhet të ketë kuptimin si një mjet me të cilin personi arrin qëllimin e caktuar në jetë, duke mos anashkaluar njerëzin, familjen, e cila të jep ngrohtësinë që paraja se blen dot. Dhe gjithnjë duke ndihmuar ata që kërkojnë ndihmën tënde. Ju mund të fitoni gjithçka që doni në jetën tuaj, vetëm duke ju ndihmuar njerëzve të tjerë të arrijnë atë që ata e duan. Nga Zig Ziglar. Në rinin time, kur ana materiale ime ishte zero dhe zëri im nuk dëgjoheshte askund, kur ndoja që të luftoja pa drejtësitë që u bëhen femrave, dhe kur kisha fuqinë e duhur, atëherë kuptova se pa vendosur cakun, qëllimin në jetën time,
Unë nuk mund të arrij shpirtëroren, duhet së pari të arrij materiale në këtë botë që të vi dita kur unë ta shpreh shpirtin tim. Daud Demaku e ka një thënie shumë të mirë, me lehtësi mund të arrish suksese në jashtësi, të bëhesh profesor, akademik apo bos i pasur, por është shumë vështirë të arrish gradën më të lartë të qenit njeri. Kurse Albert Einstein thot, mundohu të arrish që të bësh jo njeri i suksesit, por njeri i vlerave. Po pse të jesh femër, nuk mund të arrish atë që duash? Po, e arrin. Po së pari duhet të kesh nder, atë që arrin duhet të arrish me punë të ndershme. Nuk njoh një femër që ka arritur sukses me veprime të ulta. Këshilla ime, vlerësoni bukurinë tuaj, arrini qëllimin tuaj, por shpirtin mbajeni të lirë. Sepse kjo të ndihmon shumë, ti besoni vetes dhe mos të mbështeteni në dikë tjetër, po të dini se dhe ju vet mund t'ia dilni në jetë. Jepni aq shumë kohë për të përsosur veten tuaj dhe nuk do të keni kohë ti kritikoni të tjerët. Christian Larson. Kur kam hapur biznesin e parë, kam qenë njeriu më i lumtur në botë, sepse unë isha pronare, unë isha punëtore, unë isha e gjithë ndërmarrja ime bashkë me njeriu më të shtrenjtë të jetës sime, që më don, më respekton dhe më përkran në çdo hap të jetës sime, që është dashuria e jetës sime, bashkëshorti im Avni Thaçi. Kur them unë, këtu përfshihet edhe ai, sepse ne të dy jena një. Dikush nga ju do të thoni, po ti pas ke burrin që të përkrahu, ç'tu bëjmë ne këtyre që s'na lejojnë? Ju mendoni se mua në fillimet e mia më ka lejuar? Jo, unë kam qenë femra më izoluar se që ti mund të jesh tani. Por kur vendosa se çka dua të bëj me jetën time dhe i shpalova mendimet e mia, duke ja bërë të ditur se në këtë jetë unë di të dalloj shumë mirë se çka dhe si duhet të veproj. Unë kam shumë të qartë sepse dhe sot dhe nesër dua të jetoj me ty. Dua të jetoj me ty sepse të dua ty. Atë çast kur ti të vdesësh dashurinë time, dije se unë nuk do të jem e ytja. Prandaj shih veten se çka bën dhe mandej eja dhe më ndalo mua qëllimin e jetës sime. Kaloi një kohë dhe ai u bind se ku më dërgon mua këmbgurësia dhe vendosi të bëhet një me mua. Kjo të arrihet është çelësi që hap dyert e kyçurat të suksesit. Ishte biznes shumë i vogël, për ja quri dhe u bë kjo që është sot, sepse unë trokita dhe dyert u hapën. Ishte kontingjenti gjerman i NATO-s në Maqedoni, ata blenin artikuj të ndryshëm, unë punoja në të njëjtin qytet me ta. Duke besuar në korrektsinë e tyre, në zgjedhjen e ofertës më të mirë, unë trokita dhe dyert e tyre, dërgova ofertat të cilat u pranuan dhe bën biznesi im të filloj të përparoj dita ditës. Ne kishim internet kafe brenda kampit gjerman. Ka fundi i kontratës me kontingjentin gjerman, ne patëm një dështim me kontingjentin norvegjez. Pasi investuam në internet kafe brenda kampit në Shkup, që u thithte në atë kohë nga forcat norvegjeze. Në ditën që kishim hapjen son lemne, na vjen një kapiten norvegjez dhe na tha se nuk mund të hapni internet kafe këtu. Na thiri në zyrën e tij dhe me një ftohtësi nordike na thot: "Më vjen keq, por ju nuk mund të punoni këtu." Unë i thash: "Kapiteni nderuar, nuk kam nevojë për keqardhjen tënde, sepse nëse ti mua më ndalon të punoj brenda këtyre mureve, jashtë unë kam lirinë, hapësirën e të punuarit që ti se prek dot. Nëse duhet të vi keq për dikë, shih veten tënde." Do të thënë, askush nuk mund të ju bëjë të ndjeheni inferior pa lejen tuaj. Kjo është një thënie shumë e bukur nga Eleanor Roosevelt. Edhe pse kjo ishte një dështim, po sikur më dha një forcë të papame që të vazhdoj drejt qëllimit tim. Nuk u dorëzova, por vazhdova, me rizikim në fusha të tjera biznesi. Vendosa qëllim 3 vjeçar, që kur të arrihet viti 3, që unë kam filluar biznesin, të arrijë në qarkullimin e ndërmarrjes një shumë të caktuar. Gjatë vitit të dytë, biznesi i ri më shumë kishte humbje se sa fitime. Arritja e qëllimit 3 vjeçar u duke e pamundur, po unë vazhdoja të kërkoja, të punoja, gjithnjë duke besuar se atë që dëshiron me gjithë fuqinë e shpirtit, atë e realizon me punë të ndershme, dhe e dija se në asnjë moment nuk mund të më kaploj frika e dështimit.
Aty ku unë hapa biznesin në 6 mujorin e fundit të 3 vjeçarit, kush më shihte se unë ku dua të investoj, të gjithë e shihnin dështimin tim total. Por ja që unë shija suksesin dhe në çdo hap, me punë, me djerës që rridhnin në temperaturat të larta të vitit 2007, mua dhe ekipit tim të mrekullueshëm të punës, ne ja dolëm. Këtë arrita dhe tani duke parë se si funksionon ligji i tërheqjes, ligji i mendimit, unë besoj se mund të arri madhështoren. E cili është qëllimi i madhështor? Ti duhet të jesh ndryshimi që duash të shohësh në botë. Mahatma Gandhi. Unë jam lindur në Tetov dhe dua Tetovën time. Dua që këtë qytet ta shoh të lullzoj me të gjithë kushtet elementare dhe ata të luksit, që edhe ne të shijojmë jetën si që shijon bota e modernizuar. Mua më dhem shpirti kur bëj krahasimin, por që ndryshimi të vi, një shkrimtar amerikan, Elie Wiesel, ka thënë, ku duhet të filloj? Bota është aq e madhe. Do të filloj me vendin tim që e njoh më së miri, por vendi im është aq i madh. Më mirë po filloj me lagjen time, jo me shtëpinë time, jo me familjen time. Po filloj me veten time. Do me thënë, kur të arrinin në pikën që të ndryshoni veten, të vendosni shigjetën në cakun që doni të arrini, duke mos e dridhur krahun as edhe për një çast. Se aq të duhet, një çast dhe shigjeta godem pikën e gabuar. Unë jam mirënjohëse dhe festoj çdo ditë. Unë e di kur e kërkoj atë që e dua. S'ka rëndësi se çka është ajo që dua, s'ka rëndësi se sa duket e pamundur. Nëse unë besoj dhe e di se është e imja, përgjigjja do të jetë, dëshirat tua janë urdhër për mua. Universi. Nga libri Secret, ju falenderoj ju që ishit pjesë e kësaj dite shumë të bukur për mua. Unë jam Mimoza Thaçi dhe ju dëshiroj një jetë të mrekullueshme.